por si ndikon vitamina D në shëndetin e kockave tona? Vitamina D ndikon në sintezën e atyre proteinave, të cilat ndikojnë në transportin e kalciumit në zorë. Kalciumin e marrin nga ushqimi, dhe ky kalcium duhet që nga zora të kaloj në sistemin ton nenët e gjakut. Kjo bëhet nëpërmjet disa proteinave dhe këto proteina, sinteza e tyre, pra formimi i tyre, stimulohet nga vitamina D. Në këtë mënyrë rriten ato proceset e formimit të kockës dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë indirekte në fakt, ulen ato proceset e zhbërjes. Gjëja tjetër që ndikon, që është e vërtetuar, është lëvizja, pra është tensioni mekanik i kockës. Një njeri që nuk lëviz preket më shpejt nga osteoporoza. Kjo është e vërtetuar. Por sa kohë do kjo gjë? Sipas studimeve, që të ndjehet një ndryshim në densitetin e kockës, duhet një aktivitet i rregullt për një kohë mbi 6 muaj. Për fat keq, kohë e gjatë. Për muskujt, mbas 3 javësh, 4 javësh, 5 javësh, fillon ndihet ndryshimi. Por kocka do vërtet kohë. Po ama, për kockën është shumë e rëndësishme ky tension mekanik, që arrihet nëpërmjet aktivitetit fizik.